Kjo kalon në disa etapa, para për tyne e kuptonin mirë gjuhën. E dyta ishin që prezent në gjithë ato që ndodhte, ishin dëshmitarë në zbritjes të ajeteve, ndodhte të bënin pyetje, merrnin përgjigje nga qielli. Sinqerisht kjo është, në këtë aspekt ata janë shumë më mirë se ne. Në këtë aspekt e kanë më të lehtë se ne. Në aspektin kuptimor, në aspektin jetesës me shpallje. Por problemi i jonë qëndron po në këtë shkak. Ata trajtonin Kur'anin si një shkresë prej Zotit. Dhe ne nuk e trajtojmë ashtu. E pastaj kjo ndikon edhe në aspektin e përjetimit Kur'anit, dhe ndikimit tij në namaz, dhe ndikimit tij në jetë. Po të na thuaj vëlla bujar, e ke këtë shkresë prej pejgamberit sallallahu dhe të tregon ty si bujar se çka do më vepru për më konë me të në xhenet. Është në gjuhën arabe. Çka do të bëja? Gjën e parë do ta përktheja. Ta gjejë një hoxh. Po do të shkoj edhe te një tjetër për më siguru, edhe te një tjetër do ta përktheja dhe do të thosh më ka përmend mu me fjalë. E pastaj do të mallënxeshe për to. E kështu me radhë. Lidhja jote me atletët do të ishte fort e veçantë. Do të krenohesh me të, do të mundohesh të praktikosh çdo gjë. Po kjo letër, ky libër, prej kujt është? Prej Allahut, i cili thotë se laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Ja kemi zbrit ju një libër që në të ju kemi përmend, as për gjeni vetën. S'po me ditën e ku jeni përmendën. Çdo gjë që na bën dobi në këtë botë, dobi në jetën e varrezave, dobi në ditën e gjykimit, është në këtë libër. Ma faratna min shay. Nuk kemi na lënë në to pa përmend asgjë, o fjala që ju bën dobi. Ma faratna min kitabi min shay, si na lënë këtë libër, asgjë pa ju theksu që ju nevojitet. Pra edhe në namaz të mendohet, meditohet rreth ajeteve të cilat lexohen. Prandaj edhe arrin pastaj edhe përqendrimi apo jo? Padyshim. E veçanërisht ato ajete që jemi mësuar të recitojmë, apo ato sure që i dim gjithë. 10 suret e fundit, sura Fatiha. Kur më shumë s'ka pas përkthime, s'ka pas komentime, nuk ka pas kur më shumë mundësi ta pyetësh hoxhën, po kjo sure kur ka zbrit, po çka kërkon Allahu prej surës? Kul huwa Allahu ahad prej meje. Çka kërkon këtë sure? Çka kërkon surën Nas? Çka kërkon surën Fatiha? Se cili mund ta bëjmë? Betohna në Zotin. Nuk ka marr asnjëherë telefonat me pyes të ndokush se çka lyp Allahu për kësaj sure. Apo çka po lyp për këtij ajeti. Për shembull, Allahu janë 89 ajete që flasin ajo që keni besu. Ibn Mesudi thotë si me thirr namen, si me thonë abujar, se ti je besimtar. 89 ajete. Në secilin ka kërkesa. Pse nuk i marrim çdo ajete me këshill çfarë lyp Allah? Son jam besimtar. Ndaj trajtimi jonë i Kuranit në këtë mënyrë është shumë larg asaj që trajtonin sahabët. Pse ata çonin, pse ata përjetonin namazin, pse ata praktikonin namazin? Pse kishin Ebu Bekr dhe Omer emrin? Jo, vallahi. Po pse jetonin me to? Prokupoheshin me to? Pyetnin rreth tij. Nuk kishte ndonjë gjë veçse vetëm pejgamberi sallallahu për ata jetë. 12 vjet Omeri zoti hifzi i tij surës Bakare me memorizu. Këto do ta bënte për një ditë nëse do donte. Pse 12 vjet? Pse një ajet mja marr ati 36 ditë? Pse? Këto e kuptojna. Nëse ne trajtojna Kur'anin se ai. Nëse trajtojna si shkresë prej Allah. Pra praktikisht. Ndaj qëllimi që kjo është, që të përmisohemi si jam përmisu, e të mos ankohemi si gjithë. Do ta bëj, inshallah, për mbaron me kaq, vjen viti tjetër, po ta pyes të dokush 2013, para 12 vjetë prej tash. Fitim edhe bojar. Mas 12 vjetë,
se do të ishte kuptimi jot i Kuranit, shumë më mirë se sa që jena.